Dua t'u informoj dhe të këmbejmë disa fjalë lidhur me paketën fiskale që u miratua ditën e njëjtë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Kam heshtur nga ejtja e këtej, kam qepur gojën sepse doja të isha shumë i qartë për qëndrimin tim në raport me paketën fiskale, disa ligjet të saj dhe natyrisht transparencën me secilin prej jush. Unë nuk votova një pjesë të ligjeve të paketës fiskale dhe kam qenë i bindur për të mos votuar për to. I pari është ligji për rivlerësimin e pasurisë paluajtshme dhe ka një arsye. Nuk u mor parasysh amendimi im për të përfshirë në ligj rivlerësimin e shtëpive në proces legalizimi apo të legalizuara dhe të paregjistruara. Një proces që ka nisur prej 25 vitesh e nuk mbaron kurrë dhe ka një arsye, është korrupsioni që e pengon. Tani, ka ndodhur rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme duke filluar nga viti 2019 deri në mes vitit 2022. Dhe ligji fillestar e ka përfshirë, ka qenë një propozim i deputetit të asaj periudhe, i cili ka pasur nen posaçëm nenin 2 rivlerësimi i pasurive të paluajtshme në proces legalizimi dhe regjistrimi. Është miratuar dhe është bërë ligj. Pastaj ka pasur 2 zgjatje të afatit me 2 ligje të tjera. Dhe në të dyja zgjatjet e afatit ka qenë përfshirë procesi i rivlerësimit të pasurive në proces legalizimi apo të legalizuara edhe në proces regjistrimi. Vetëm këtë herë nuk merret parasysh. Dhe e dini pse? Sepse kadastra, agenti i Ministrisë Financave, në këtë rast tha që është punë e vështirë, nuk e bëjmë dot. Kush nuk bën punën duhet ikë, sepse kjo punë është bërë më përpara. Pse votova unë kundër, apo pse nuk mora pjesë fare në votimin e kësaj gjëje, pasi më votuan kundër amendimin tim, për një arsye shumë të thjeshtë. 10 pallate në njësi numër 5, duke filluar nga komuna e Parisit edhe më gjerë, por mbi të gjitha 10 qindra shtëpi në selit sipër autostradës dhe poshtë autostradës janë të përjashtuara tashmë nga procesi i rivlerësimit. Unë jam votuar t'ju shërbej njerëzve. Jo votoj ligje.